Është i huaj që sapo ka ardhur në Prishtinë. Pas gjysmë ore që kaloi në kryeqytet, pasi në pengesën e parë. Nuk dinte si të arrijë në qendër të Prishtinës. I arrived in Pristina maybe 25 minutes. Kam arritur në Prishtinë para 25 minutave dhe më është dashur të shkoj në stacion të autobusëve për të pyetur se ku është qendra. Hapa sapi po i pyes edhe qytetarët, ata po më ndihmojnë shumë. Të njëjtin probleme ka edhe një gjermane që nuk po ka ku të informohet. Pa kabinën e informacionit po është problem. Unë për vete po e përdor internetin, por jo çdo herë po kam qasje në të. Në fakt, ekziston një kiosk informuese në sheshin Nën Terezë në Prishtinë, por nuk është funksionale. Në ditën ndërkombëtare të turizmit, dikush e mori këtë pikë informuese si shembull më të keq si pritën të huajt. Ne i bëjmë thirrje komunës së Prishtinës në krye me zotin Shpendameti që të kujdeset për industrinë e katër botërore që ka zhvillimin më të madh, duke marrë parasysh edhe vetë motën e kësaj vite që është 1 miliard turista, 1 miliard mundësi. Këta të rinj që janë pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës që bën opozitën në Prishtinë, i sugjerojnë kryetarit Shpendameti se çfarë duhet të bëjë për këtë çështje. Komuna e Prishtinës duhet që të krejë së pari një hartë komunale, institucionale me gjitha pikat të cilat i preferon që të vizitohen. Edhe një banor të Prishtinës i pengon mungesa një pike informuese për të huaj. Kam shëtit edhe më kara me po, çdo qytet e ka hartën e vetë ku njerëz dojnë me ditë ku është edhe ku ka qëllimin me shku. E sipas zyrtarit të zyrës për informim të komunës së Prishtinës Xhevdet Pozhari, kjo çështje do të rregullohet së shpejti. Ai ka thënë Klanit se komuna në të ardhmen e afërt ka në plan projekte për të krijuar më shumë zyre të informimit dhe broshura në mënyrë që të zhvillojë edhe më shumë turizmin.